Zbulohet lëngu mrekulli bërës që heqë dhimbjen e kokës si me magji. Nuk mendojmë se ka një person njëherë të vetme që nuk ka vuajtur nga dhimbja e kokës. Përgatitja e këtij lëngu është gjëja më e thjeshtë që mund të bëni në kuzhinë. Ju duhen 5 lugë gjelle me xhenxhefil të freskët të grirë, 750 ml ujë, lëngu i një gjusmë limoni, 2 lugë gjelle me mjaltë. Lajini xhenxhefilin mirë dhe më pas grini në rende, aq sa ta siguroni 5 lugë gjelle. Më pas vendoseni çajnikun në zjarr dhe kur uji të ketë marrë val, shtoni xhenxhefilin. Lëreni të ziejë për 2 minuta dhe më pas hiqeni nga zjarri. Shtoni lëngun e limonit dhe më pas mjaltin. Këtë lëng mund ta pini të ngrohtë ose ta mbani në frigorifer. Sasia e rekomanduar është 2 deri në 3 filxhan çaj në ditë për rreth 15 ditë. Ky çaj u ndalohet grave shtatzëna dhe atyre që vuajnë nga koliti apo ulçera.